Një muratori nuk I jep një pagesën, ai shkoi dhe shkatërroi gjithë punën. Ju ka ndodhur ndonjëherë që të mos paguheni për punën që keni bërë? Sa nga ju ka ndryshuar punë sepse nuk paguheshit? Kjo pra është historia e një djaloshi 26 vjeçar me origjinë nga Egjipti. Ai kishte punuar për javë të tëra në një kantier dhe normalisht kërkoi hakun e punës, por pronarët I thoshin për herë që të priste. Pra, siç I thuhet, prit ca ditë. Djaloshi normal që priti, por pritjet ishin shumë të gjata. Dhe pas së 9 herë që u kërkoi paratë që I takonin, ai mori sërish përgjigjen negative. Prit edhe pak. Por kësaj here ai kishte nevojë. E kështu djaloshi shkoi te puna që kishte përfunduar dhe mori edhe një motopik me vete. Pastaj, kur mbriti aty, filloi dhe e shkatërroi gjithë punën që kishte bërë, nga fillimi deri në fund, të tërë. Kjo ngjarje ndodhi në Itali para pak kohësh dhe njerëzit prezent menduan se ishte ndonjë I çmendur. E kështu telefonuan menjëherë policin. Kur uniformat erdhën, djali u shpjegoi se pse u soll në këtë mënyrë. Ai u tha se kishte kohë që u kërkonte pronarëve hakun e punës dhe këta e sillnin për herë rrotull, por përveç se ishte diçka që I takonte, ai u tregoi se u lodh me sjelljen e tyre, e kështu vendosi të shkatërronte punën që kishte kryer. Tjetra është se si mund të jetojë një njeri nëse punon dhe nuk paguhet. Kjo pra ishte mënyra e tij për të treguar të drejtat që I përkisnin. Qoftë uniformat, por edhe kolegët e qetësuan duke I thënë se do t'i marr paratë që I takojnë. Por do të dëshiroja edhe mendimin tuaj. Ju, si thoni, pse duhet të arrijë njeriu deri në këtë pikë? Kujt nga ju I ka ndodhur një gjë e tillë? Ose sa herë ju ka ndodhur? Maj mend në fillim të emigracionit kjo gjë ndodhte pothuaj shpesh, por tashmë është reduktuar, apo jo? Megjithatë, nëse komentoni të gjithë për eksperiencat tuaja, padyshim del një statistike për afërt dhe kjo ndoshta ndihmon ata që kanë nevojë për informacione. Kalofshi bukur dhe qofshi të paguar për herë.